ati Vučićit dhe i tha asun sëre. Bile, nëse ju kujtohet takimi me Izraelin, që është ajo njoja, dhe më thonë njoja nga Serbia, ose vëndësu me njoja nga Izraelit, pak të ndiqka unë zërë, edhe ishte projekti... Ajo është pjesa Amerikës e marrëveshje. Ajo është pjesa atyne. Amerika është vetë një... Edhe ishte çështja e gasit për stabilitet energjetik, sepse energjia nuk është më çështje e misrie, po është aseti më strategjik për zhvillim ekonomik. E tash, ti kthehemi marrëveshjes të Washingtonit, unë ndëgjova mi freskove dhe i herë ato... Mundemi me qitë on LED, prap, besoj regjia të ishte rëndësishme se u preken për shembull aseti strategjik, më strategjik sot në Kosovë. Nuk është Trepça. Nuk është Trepça. Për kundër faktit se ka sasit limituara të beriliumit e mund të përdoret për bombardim për likurat të atomit e tjera e ka dhe ka dhe disa elementet fort mira. Po të atila ka sa dush në tokat azjata, ndaj ka Ukrajina, Rusia ka dush. Pra, e kishte qeshtin e asetit më strategjik që është Ibri dhe Ujmoni. E kishte në marrëveshje. E bojmë një supozim, sot në njef Serbia pavarësin, e në nëshkru, e njef, të heqë për kushtetute. Si e kemi qeshtin me Ujmonin? Ujmoni është aset strategjik, e pe që ndodhë një kanal që u prek atje me një skandal të vogël. Po t'ishte këputa jo, do me thonë dikon në ofër një gjusë milioni banorë me jetin njërë pa ujë. Trepqa nuk prodhon më energji, kur gjënë së funksionon më. Kosova vdes. Mesim na me mjëllë speca atje në ravet se rrakë dugagjinit. Po kupton? Pra, kjo marrëveshje e trajton. Tjetër, qka janë ato arteret kryesore që ndihmojnë zhvillimin e vend dhe e lidhen me botën? Hekurudha dhe autostrada. Të dyja mbullohen me këtë marrëveshje. Janë disa këtë gjepa të gjonat voglat, pa profilshme, që sot, për shembull, është aty më duket edhe qëndrimi ndaj transgjenorëve, këtë atyune. Po, dekriminalizimi homoseksualitetit. Po, presidenti Trump e hoqe atë pikë për marrëveshjes. E hoqe. Dhe tashti unë qa presë? Presë se po përflitet si do të ketë edhe një vizit Grenell. Dhe unë po dyshoj, duke e pa se këto dy marrëveshjet e fundit, dy marrëveshjet e fundit edhe para fundit, që i ka lidhë qeveria që iku, që është në ende në detyrë, vitit 23, janë damë të Kosovës. Mund të flasim sa të dëni. Mund të kapen ata në 3 pikat e njojës de facto e pralla me mret. Ato kanë vlejt për 2 Gjermani që kanë pasë sënim bashkimin. Kurse, tek neve se kem sënim bashkimin. Dhe pika 7, ekskluzivisht krijon autonomi territoriale për komunët më shumit. Statuti nuk i referohet kushtetutës as deklaratës pavarësisë. Drejt për drejt rezolutë 1244. Arbitrazhi të bën palë barabartë me Kosovën nuk është në subordinëm, po është paralel. Pra, letë mundohet kush do ta lexoj. Kam pa John Hopkins, kam pa analista ndryshme, ekspertat ndryshme. Jo munduhet gjithë me pa, mos ka një mendim alternativ. Të gjithë mendojnë njëjtë. Pra, këto dy marrëveshje janë në dëm të Kosovës, në antikonstitutuse. E nëse unë po mendoj se Grenell me vizitën e tij do të rikthehet, e kam një dyshim ashtu se do të rikthehet te çështja e implementimit sërish të detyrimit nga marrëveshja e Washingtonit, sepse është në nënshkrimi i presidentit Garanca, e presidentit Donald Trump, edhe ai ka me rujt vazhdimsinë politike të vetën. Pastaj do të provojnë ta quaj kushtimisht një ndërhyrje dhe në politikën e brendshme, duke mbështetur një klasë politike që do të favorizoj edhe dialogun, kthrimin e dialogit dhe përmbylljen e marrëveshjes politike me Serbinë, se s'do të ketë më hiç Moskvut, dhe do të bëjnë çmos që interesat amerikane në regjion të jenë të mbrojtura, të mbështetura. Pra, nuk kanë me liju këso gabime që ndoshta herën e kaluar edhe i kanë toleruar në emër të asaj se të besu se është një klasë politike që do ta dojë vendin e vet më shumë se sa duhet me radar të Amerikanët, edhe një klasë politike që